8 shtyllat që synojnë rritjen e efektivitetit në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kështu i prezantoi qeveria përmes ministrit të drejtësisë Ulsi Manja rekomandimet që sipas tij duhet të udhëheqin sistemin e drejtësisë në fazën e re të reformës. Unë ju ftoj që këto rekomandime t'i merrni në konsiderat në planifikimin dhe përmbushjen e detyrave tuaja për vitin 2025, sepse pa një provori efikase, të paanshme dhe të përkushtuar, nuk mund të ketë drejtësi funksionale, as siguri, as shpresë për një të ardhme evropiane. Nuk kërkojmë perfeksion, por kërkojmë përpjekje maksimale të përbashkëta, përkushtim profesional dhe angazhim të ndershëm në shërbim të ligjit dhe qytetarëve. Po në të njëjtin takim, kreu i SPAK Altin Dumani e vuri në dyshim efektivitetin e këtyre rekomandimeve duke ngritur pikpyetje për mungesën e qartësisë dhe mbështetjes me të dhëna. Këshillet e Ministrave në luftën kundër kriminalitetit janë pjesë e punës së përditshme të prokurorëve të prokurorisë së posaçme, besoj edhe të prokurorëve të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe ne si institucion përpiqemi që këto rekomandime të gjejnë zbatim në punën e institucionit, madje në raportimet vjetore që ne bëjmë, japim edhe një përshkrim se si është reflektuar përmbushja e këtyre rekomandimeve të Këshillit të Ministrave. Megjithatë, pasi jemi njohur me rekomandimet, nuk mund të rri pa thënë disa element, disa gjetje tonat. Për shembull, do të them se rekomandimet nuk shoqërohen me të dhëna statistikore, analizë krahasuese apo tregues konkret që justifikon nevojën për ndërhyrje. Kjo mungesë e bazës empirike dhe metodologjisë së qartë i bën rekomandimet të duken subjektive dhe vështirë të matshme, sidomos për institucion si SPAK që funksionon mbi bazën e efikasitetit, rezultateve dhe besueshmërisë publike. Gjithashtu, rekomandimet në një pjesë të tyre përdorin terma të përgjithshme si jetime proaktive, përdorimi efektiv i dënave, forcimi i qasjes strategjike, por nuk ofrojnë asnjë përkufizim operacional apo kuptim të qartë për to. Kjo krijon pasiguri dhe për zbatimin praktik dhe mund të çojë në interpretim të ndryshëm nga institucionet zbatuese. Dubani paralajmëroi edhe për rrezikun e mbingarkesës burokratike nëse futen mekanizma të rinj, kontrolli pa analizë paraprake. Në të njëjtin takim, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela vuri theksin tek nevoja urgjente për përforcimin e stafit në prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm. Përplasjet me qëndrime mes qeverisë dhe drejtësisë vinë në një moment kur sfida e zbatimit të reformës në drejtësi është në qendër të vëmendjes kombëtare dhe ndërkombëtare.